Vërtet, Vora kishte një ekip simpatik, një ekip që lë shpejt, sidomos tradicionin pozitiv ka shumë të mirë. Na vuni disa vështirësi, i komplementoj për lojën që i bonin, gjithsesi për ne ishte një rëndësishme pikë që i morme. Normalisht ka gjona mu rregullu sot dush, po fitoria 3 pikë janë ata që vlen. Normalisht një ndeshje që unë e pritësha me thonë drejten edhe më të vështirë se sa nolli, isha i qetë gjatë gjithë kohës. Shënum golin e parë, shënum dytin, ajo që më shqetëson, e theksova pak më përpara, është egoizmi që disa lojtarë kanë para portit, nuk pasojnë topin shokun, duhet jena më kavaljerë, duhet mbyllim ndeshjen më shpejt, sepse jo çdo ndeshje të qellon që të kesh shumë raste dhe të shënosh edhe për vetë. Këtë duhet ta rregullojmë patjetër, duhet kuptojmë që jemi për një objektiv dhe golat nuk ka rëndësi kush i shënon njëri apo tjetri, rëndësi ka fitoria. Pavarësisht se sot u vetkënaqem, por thash e rëndësishme është fitoria. Normalisht kur jetu fitu 2-0, ekipi kundërshtar nuk ka ça hum, del me tana fortet përpara, del edhe prej detyrave. Ajo që më vjen keq është se pat me disa herë mundësi me shënu golin e tretë me kundërpjetër, thash egoizmi i tepërt është ajo që më shqetëson, që do ta rregullojmë patjetër, sepse nuk kena asnjë lloj drejti ta bëjmë një gjë të tillë, kështu që do të rregullojmë edhe ato gjëra që duhet. Jo, 5 mungesa janë shumë, me thënë drejtën, 5 mungesa janë tepër, megjithatë jemi ndërtuar që me pas edhe situata të tilla. Më vjen keq këta mungesa që kishim sot, sepse asnjëri nuk ka një tërheqje të tillë, janë dëmtime, dikush ndeshje, dikush stërvitje. Kjo vjen nga që konkurrenca është e madhe, nga kërkesa stërvitje është e madhe. 5 mungesa janë shumë, megjithatë edhe të djem që luajnë sot justifikojnë maksimalisht vetin dhe duam i kompletu mas tonë në shumë. Shoqëri që është bllokuar sepse po bëhet pak individualist më tepër sa duhet. Shpresoj që ky gol ta lirojnë, po ta lirojnë duke bë më tepër asist se gola, sepse më thash e rëndësishme për mua nuk ka rëndësi kush shënon, por rëndësi ka që me fitu ekipi. Janë shqetësuese, normalisht ekipi jonë është një ekip me grind, ekipi jonë është një ekip me karakter të fortë, luftojnë çdo të fushë dhe kartonat janë pjesë e lojës. Normalisht që duhet kemi më tepër kujdes, por janë pjesë e lojës. Janë lojtarë shumë mirë, janë lojtarë shumë talentuar që penalizohen prej mejet pak sepse si Gubazi si Ara janë vinkera dhe duke luajtur me 3-5-2 ato janë pak sa të penalizuar nga ana jeme. Po gjithsesi janë lojtarë shumë të mirë, janë lojtarë që kanë një tarme të sigurt, duhet punojnë, duhet ulin kryt dhe duhet mos mendojnë sot për sot. Domethënë edhe te rasti me Arën, ai moment që mund të pasohet te Gubazi, mund të shëtohet te goli i tretë. Këta janë moshës, po duhet pjekena më shpejt, duhet punojmë më tepër dhe duhet jemi më qetë. Ndeshje e fortë shumë, Elbasani është ekip i rëndë, kam thënë më përpara, ka i grup mirë, se ka prish ekipin e vjeçëm, ka marrë disa lojtarë cilësor. Duhet jemi më të kujdesshëm se sot, sepse Elbasani ka thash rrezikshmërinë më të madhe, po gjithsesi deri në shtunë presim që disa lojtarë të bëhen na kthehen. Është një ndeshje shumë e fortë, po gjithsesi kur losim Shkodër, kur kena edhe njerëz tonë në stadium, publikun tonë, them që do t'ja dalim, megjithatë deri në shtunë të shohim rekuperimin e lojtarëve, gjendjen freskinë, por ndeshje shumë e vështirë, ndeshje që duhet shumë kujdes me përgatitur. Po është shpejt, kreu është e rëndësishme, mu kap, nuk diskutohet, po gjithsesi ne duhet jemi, nuk duhet mendojmë sot për kreu, duhet marrim pikë, duhet marrim ndeshjet 1-1 dhe mandej kreun kena kohë për me e diskutuar. Kur shaf punët e mia, edhe s'dimi i dalë me një opinion sakt, jam për rivalt, kështu që më ta kanë me po ekipin tem, rivalt do i shaf gjatë rrugë. Komedi, unë jam rrit me Mehmetin, jam rrit me ty, jam rrit me të njërin me Sternici, me Dan Bigzen, jam rrit me ju dhe ju du, ju respektoj, ju them faleminderit për çdo gjë që bëni për ne, për ekipin. Ju uroj gjatë edhe në mikut që kam kënaqësinë dhe po e takoj tash mas kësaj interviste, kam një vit po, se zakonisht një herë në vit kur kthehet nga Italia e shoh, edhe duhet ta falenderoj.